Kush ishte Muammar Gaddafi? Arritja dhe jeta e tij në Libi, 1969-2011. Muammar Gaddafi udhëhoqi Libin për më shumë se 4 dekada, një periudhë gjatë së cilës vendi përjetoi ndryshime të mëdha, ndryshime ekonomike dhe shoqërore, veçanërisht fal naftës. Energjia elektrike ushtri pothuajse në të gjithë vendin. Rryma dhe uji ishin të subvencionuara ose falas. U ndërtuan rrugë, spitale, shkolla dhe banesa shtetërore. Gaddafi nacionalizoi naftën libiane, duke e vënë nën kontroll shtetëror. Të ardhurat nga nafta u përdorën për arsim dhe shëndetësi falas. Subvencione për ushqime. Libia kishte një nga standardet më të larta në Afrikë. Një nga projektet e mëdha të Gaddafit ishte edhe projekti i madh i lumit artificial, një nga projektet më të mëdha inxhinierike në botë. Silte ujë nga akuiferët e shkretetirës drejt qyteteve, siguroi ujë të pirshëm dhe bujqësi për miliona njerëz. Gaddafi mbështeti pavarësinë afrikane dhe bashkimin e Afrikës. Përkrahasit e shohin Gaddafin si udhëheqës që përdori pasurinë e naftës për të ndërtuar një shtet social dhe për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Kritikët, nga ana tjetër, theksojnë mungesën e lirisë politike dhe shtypjes së opozitës. Në vitin 2011, gjatë pranverës arabe, shpërthyen protestat masive kundër tij. Pas një lufte civile, Gaddafi u rrëzua nga pushteti dhe u vra në tetor të vitit 2011.